Le të nisim me një imazh, një fush beteje, diku në shekullin e 5 para Krishtit. Nga njëra anë një forcë ilire, e egër, plot vrull, por kaotike. Përballë tyre spartanët, më pak në numër, por një mur i hekurt, të palëkundur. Përplasja është brutale dhe ilirët thyhen. Mund të dukej si një humbje e zakonshme, por nuk ishte. Sepse diku aty një djalë i ri pa diçka që do të ndryshonte gjithçka. Sot do të analizojmë historinë e Bardhylit, si u ngriti ky njeri nga hiçi për të ndërtuar një mbretëri që do të terrorizonte Maqedoninë. Dhe kjo, mendoj unë, është pika kyçe. Nuk është thjesht një histori betejash, apo jo. Është historia e lindjes së një shteti. Ai e kuptoi diçka thelbësore. Vrulli dhe guximi nuk mjaftonin më. Jo përballë botës greke, përballë maqedonësve. Duhej strukturë, duhej strategji. Domethënë, ai donte të ndërtonte diçka që do të mbetej. Okej, le ta zbërthejmë pak këtë. Gjithçka fillon me atë betejën kundër generalit spartan Brasidës. Ai i përshkruan ilirët si të frikshëm në pamje, por që në momentin e sulmit shpërbëheshin. Kaos total. Sakt. Ajo humbja ishte një shkollë. Disiplina mund të mposhte forcën brutale. Dhe këtu bëhet interesante. Mendohet se një Bardhyll i ri, ndoshta 25 vjeç, ishte aty. E pa me sytë e tij. Edhe ky mësim i dha formë gjithë të ardhmës së tij, por un kam një pyetje. Si mund t'i bindesh fise, krenare, individualiste, të marshojnë në rreshta të ngurta si spartanët? Ishte diçka krejt e huaj për ta. E po, këtu qëndron gjeniu i tij politik. Ai nuk ishte thjesht një imitues, ai e përshtati modelin. Dhe mos harrojmë origjinën e tij. Ai nuk e trashëgoi fronin. Ishte një ish qymyrgji, një njeri nga populli, që fitoi besimin e njerëzve me drejtësi, sidomos në ndarjen e plaçkës së luftës, gjë që ishte shumë e rëndësishme. Pikërisht, dhe ky legjitimitet i dha atij fuqinë për të bërë reforma radikale. Ai krijoi një ushtri profesionale. Luftëtarë të paguheshin nga thesari i shtetit, nuk vareshin më nga krerët e fiseve, dhe po, i organizoi në formacione të ngjashme me falangën, një mur mburojash e heshtash, një revolucion i vërtet për luftën ilire. Pra, ai ndërtoi një makinë lufte moderne, por një makinë e tillë ka nevojë për karburant apo jo, që në atë kohë do të thoshte para. Gjithmonë para dhe burime. Si e financoi ai këtë transformim kaq të kushtueshëm? Ai bëri atë që bëjnë të gjithë shtetëndërtuesit e mëdhenj. Krijoi një ekonomi të centralizuar. Rreth vitit 395 para Krishtit, filloi të priste monedhat e tij. Monedhat e argjendat të Damastionit. Dhe kjo nuk ishte thjesht një veprim ekonomik, ishte një deklaratë politike. Një deklaratë sovraniteti. Do të thoshte, ne jemi këtu, jemi një fuqi serioze. Absolutisht, në të njëjtin nivel me mbretëritë e tjera. Njëkohësisht, ndërtoi forteca për të mbrojtur kufit, po jepte mbretërisë së tij skeletin e një shteti të mirëfillt. Dhe rezultatet u pan menjëherë në fushën e betejës. E ktheu Maqedoninë në një shtet vazal praktikisht, madje mori peng edhe princin e ri maqedonas, Filipin e dytë. Po, dhe duhet ta imagjinojmë pak këtë skenë. Filipi i ri, një djalosh, rritet në oborrin ilir, duke parë çdo ditë nga afër makinën ushtarake të armikut të babait të tij. Kjo duhet të ketë lënë gjyrmë të thella tek ai. Pa diskutim, por fuqia e Bardhyllit nuk ndalej aty. Ai bëri një aleancë me Dionisin e Qirakuzës. Po flasim për një fuqi siciliane që ndërhyn në Ballkan, çfarë interesi kishin? Një lëvizje gjeopolitike mjeshtrore. Dionisi donte kontrollin e tregtisë në Adriatik. I duhej një aleat i fortë në bregu lindor. Dhe Bardhylli çfarë fitoi? Fitoi akses në teknologjinë dhe pasurinë greke, dhe një aleat kundër armiqve të përbashkët. Bashk ata pushtuan Epirin. Kjo tregonte se ndikimi i lirë tashmë shtrihej thellë në botën greke. Pra nuk ishte më thjesht një mbret barbar, ishte një lojtar i rëndësishëm në mesdhe. Sakt. Pra kur i mbledhim të gjitha, historia e Bardhyllit është si një manual se si vizioni mund ta kthej humbjen në fitore. Ai mori dobësinë më të madhe të popullit të tij, mungesën e organizimit, dhe e shndroi në forcën e tij më të madhe,
duke mëshuar nga armiku. Dhe ndërtoi një mbretëri aq të fuqishme sa u desh një gjeni ushtarak si Filipi i Maqedonisë për të ndalur. Dhe kjo na çon te një pyetje e fundit, apo jo? Po, një pyetje që të vë në mendime. Ne e dim që Filipi pasi u lirua, bëri reformat e tij të famshme ushtarake. Reformat që e kthyen Maqedoninë në superfuqi. Duke marrë parasysh vitet që ai kaloi si peng, duke studiuar nga afër makinën ushtarake ilire. Sa nga gjenialiteti i Filipit ishte në vërtet një përgjigje ose ndoshta një imitim i përmirësuar i reformave që armiku i babat të tij, Bardhyli, kishte krijuar dekada më parë.